Një rast i rënd ka ndodhur në dhjetor të vitit 2022 në spitalin rajonal të Pejës, ku një foshnjë lindur pa shenja jete përfundoi tragjikisht në lavatriçe. Nëna e saj, për arsye shëndetësore, ishte detyruar ta lindte në javën e 32 me operacion cezarian. Por pas lindjes, për shkak të pakujdesisë së stafit të repartit të ginekologjisë, foshnja pa jetë ishte mbështjellë me çarçaf dhe gabimisht ishte futur në lavatriçen e spitalit nga një punëtor pastrimi. Trupi i foshnjës ishte gjetur më vonë i coptuar. Policia e Kosovës e kishte konfirmuar rastin dhe kishte nisur hetimet menjëherë, ndërsa Spitali i Pejës kishte pezulluar 7 punonjës, përfshirë 4 mami, pastruesin dhe 2 lajtore. Ndërkohë sot, me 16 prill të 2025-s, dy të akuzuarit kryesor, punonjës shëndetësor S.I dhe E.A, janë deklaruar të pafajshëm në seancën fillestare gjyqësore në gjykatën themelore të Pejës. Sipas aktakuzës, ata kanë dështuar të respektojnë protokollet për ruajtjen e fetusit të vdekur, duke sjellë pasoja të rënda. Prokuroria i ngarkon me veprën penale dëmtim i varrezav apo kufomav. Babai i gruas që kishte lindur, njëkohësisht edhe punëtor në spital, foli sot për herë të parë publikisht, duke akuzuar stafin se tentoi ta fshijë rastin. Sipas tij, familja ka marrë trupin e foshnjës në gjendje të tmerrshme, copa në një qesa. Avokatja e familjes Saranda Keqekolli tha se aktakuza nuk reflekton peshën reale të ngjarjes dhe se rasti është trajtuar me neglizhencë të madhe nga institucionet. Me aktakuzën nuk jemi të kënaqur, rasti është neglizhuar shumë. Kjo ngjarje nuk ka trënditur vetëm familjen, por edhe opinionin publik. Foshnja ka përfunduar në lavatriçe sepse dikush nuk e ka kryer punën siç duhet. Mbetet të shihet se cili do të jetë epilogu i këtij rasti të rënd.